A e dini se një Gjerman I kthyer në pashë të perandorisë osmane u vra në Gjakov nga një shqiptar që mbrojti kufijtë e dheut si një Skënderbej I kohëve moderne. Një burr që historia u përpoq ta fshi, por populli se harroi kurr. Ai quhej Nik Lek Pepaj, komandanti legjendar I Kelmendit që nuk pranoi t'i dorëzonte tokat shqiptare as kujt, as Malit të Zi, as Turqis, as Serbis. Para se të vazhdoj me këtë histori epike që do t'ju rënqeth mishin, mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike për të mos humbur asnjë histori që rilind nga hiri I harresës. Viti 1878, Evropa po ndante kufijtë e Ballkanit si të ishin copa letrash në një tavolinë të diplomatëve. Kongresi I Berlinit vendosi që porta e lartë t'i dorëzonte plavën e Gucin Malit të Zi, një vendim që do të ndezte shpirtin e shqiptarëve si kurrë më parë. Por në male, një emër do të kumbonte si kushtrim. Nik Lek Pepaj, vojvoda I Kelmendit. Ky burr malësie me pushk në krah dhe besë në zemër mobilizoi qindra vullnetar Kelmendas për të mbrojtur tokat shqiptare. Nën komandën e tij, lidhja shqiptare e Prizrenit u ngrit në armë për të penguar coptimin e trojeve. Ndërkohë, porta e lartë dërgoi një tjetër figurë të njohur, Mehmet Ali Pashën, një Gjerman I lindur si Ludwig Karl Friedrich Detroit, I kthyer në Pash Osman. Detyra e tij ishte e qartë, ose të qetësonte shqiptarët, ose t'i shtypte me zjarr e hekur. Por kjo nuk ishte më koha e nënshtrimit, ishte koha e pushkës dhe e besës. Pashai Gjerman arriti në Gjakov me disa tabore ushtarësh dhe u vendos në sarajet e Abdullah Pasha Drenit. Tradita shqiptare e mikpritjes e priti, por ajo mikpritje do të kthehej në mallkim për të. Fishta shkruan se Abdullah Pasha e pritin nga detyrimi kanunit për të mos e lënë mikun jashtë. Por miku që vjen me ushtri s'është më mik, është pushtues. Lufta shpërtheu. 7 ditë e 7 net, Gjakova u përfshi nga flakët e betejës. Me qindra luftetar malsor nën komandën e Nik Lek Pepajt sulmuan sarajet. Kur pluhuri u qetësua, Mehmet Ali Pasha ra I vrar, bashkë me Abdullah Pashën dhe të birin e tij. Kokën e Pashait shqiptarët e ngritën mbi një hu, duke e përshkuar rrugëve të Gjakovës. Si shenjë se kush guxon të shkel në tokën shqiptare, shkon në ferr. Në atë betejë mbi 300 kelmendas morën pjesë dhe komandanti I tyre u bë legjend. Nga ai moment, Nik Lek Pepaj u bë emri që tmerronte edhe armikun më të fortë. Malazezët, serbët, madje edhe turqit e dinin se kur ai dilte në fush, rrofeja e maleve të Kelmendit ishte zgjuar. Në betejën e Zharnicës, ushtria e Mark Milanit, komandantit malazez, u thye keq nga forcat e Nikës. Më pas ai do të udhëhiqte luftëtarët në plave Guci, në pej e Gjakov, kudo që kërkohej gjaku I shqiptarit për mbrojtjen e atë dheut. Por për perandoritë e huaja një shqiptar si Nik Leka ishte pengesë. Prandaj ai duhej zhdukur, jo në betejë, sepse plumbi nuk e rrëzonte dot, por në pabesi. Ishte 11 shtatori 1911, në një kafene të Gucis, Nik Lek Pepaj pinte kafen e mëngjesit. Askush nuk e dinte se në filxhanin e tij ishte përgatitur fundi I një epoke.
Armiku ja arriti me anë të helmit atë që se kishte arritur dot me pushk. Një burr që kishte mbjetuar 10 beteja, që kishte udhëhequr qindra luftëtar, që kishte tronditur perandorit, u rrëzua nga pabesia me një filxhan kafeje. Malësia u ngrit në vajtim. Kufoma e tij u bart dorë më dorë nga Gutësia deri në Selc 6 orë rrugë. Nën lotët e burrave dhe betimin e malsorëve. Të vdesim, por nikën se harrojmë kur. Por më pas erdhën kohë të tjera, koha e politikës, e kompromisit dhe e harresës. Shumë historian e lanë në hije emrin e Nik Lekës. Shkolla që mbante emrin e tij në Tamar, shkolla e mesme Nik Leka, ja hoqën emrin. Shumë balt u hodh mbi figurën e një heroi që meritoi titullin Hero i popullit. Vetëm pak studiues si Athol Mayhew, E.F. Knight dhe Eddie Durham e përmendën në librat e tyre, duke quajtur Nikën kryetrimin e Kelmendit. Durham do të shkruante: Kelmendasit janë më triman nga të gjithë fiset e tjera. Dhe Nik Leka është figura që përfaqëson guximin e tyre. Sot, më shumë se një shekull më pas, Nik Lek Pepaj nuk është më thjesht një emër i harruar në ndonjë kronik. Ai është shpirti i papërkullur i Kelmendit. Dëshmia se liria nuk dhurohet, por fitohet me gjak. Në çdo mal të veriut, në çdo këngë që fillon me O trim i Kelmendit, jeton kujtimi i tij. Në një varg popullor thuhet: Nik Leka për jetë e mot, për atë dheun është gjallë dhe sot. Dhe me të vërtet, fryma e tij rron në çdo shqiptar që refuzon të përkulet. Në çdo zemër që i thot vetës: unë jam bir i këtij dheu dhe nuk e shes kurrë. Ky ishte Nik Lek Pepaj, heroi që i helmoi perandorit dhe su nënshtrua kurrë. Një figurë që historia e zyrtarëve deshi ta fshi, por që historia e popullit e ktheu në pavdekësi. Ju si mendoni, a duhet që Nik Lek Pepaj të shpallet zyrtarisht heroi i popullit shqiptar? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe shpërndajeni këtë video që historia e tij të mos harrohet kurrë. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.